Jam pak e zgënjur me Danja, me thënë drejtën dhe nuk kam qef të. Duke zgjedhur Gjesin, si marrë vesh diçka për mua, Danja? Se s'dua të flas për njerëz që realisht kam 2 net që qaj se du ta përqafoj dhe ne kam pas me vërtet shumë sinqerisht marrëdhënie me ty. Edhe sot kështu ndjesh? Ha? Edhe sot kështu ndjesh? Po, keq ndjem. Keq ndjem. Jo, për ta përqafuar ndjesh. Jo, ndoshta për ta përqafuar jo, po më dhëmë me atë gocën. Se kam pa me vërtet si një nga gocat e mia. Kam pa tiparet e atyre të ajo. Me këtë gjën që e përdori kështu si e përdor, se ja kishim thënë shumë herë njëra tjetrës, ajo do me thënë e ka hapë si gjë që mund të krijojmë një situatë, një gjë dhe pastaj kemi rënë të dyja dakord që jo, nuk e bëjmë dot të gjën, nuk kemi natyrat që ta bëjmë këtë gjën, dhe vajte dhe e bëri. E ishte e lexueshme çfarë po bënte. Dhe prandaj thash dje kur merdi, kur po flisja me Gjesin që priti momentin kur ta hidhte, se unë u futa në living, i gjeta duke fol, e kuptova që po flisnin për situatën time me të dhe ika, që mos ta ndizja, se unë kisha 3 ditë, po prisja që t'ikte Prime, të mos kisha një gjë të tillë me të. Çfarë do që kishte bërë? Po dhe ku një Gjesi dhe u kthye. Gjesin pyeti për diçka, unë po i flisja, ajo erdhi. Dhe u hodhe, i thash Danja stop, mos e bëj këtë se nuk e du këtë gjën me ty. Ajo e donte dhe pesh u shpërfytyrua te klipi. Dhe më besoj që Danja është ndjer keq që ka parë veten ashtu në klip. E di që është ndjer keq. Pas në reagimet. E di që është ndjer keq. Dhe di ato po i thoya gjithkohës Danja boll.